Familja Spahia, që para pak ditësh humbën bijën e tyre Daursën, sot pritën për vizitë përfaqësues nga institucionet e Republikës së Kosovës. Nënkryetaria e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, tha se drejtësia duhet vënë në vend. Ajo çfarë është e rëndësishme është drejtësia për rastin e Daursës, në mënyrë që edhe përgjegjësit të marrin dënimin e merituar, por në anën tjetër edhe që raste të tilla të mos ketë në të ardhmen. Gjithashtu u zotuan se do të ndërmarrin veprime në përputhje me përgjegjësitë. Tashmë punë e institucioneve të drejtësisë që t'i adresojnë të gjitha këto, edhe u zotuan që do të ndërmarrin veprime në përputhje me përgjegjësitë. Indjera ka qenë shtetase e Republikës së Kosovës, ka qenë duke studiuar në Maqedoni të Veriut, prandaj edhe është obligim vullnet, por edhe do të përkushtohemi pra që të ketë drejtësi në këtë rast. Sipas Haxhiut, ekzistojnë dyshime për ndikime në organet e drejtësisë. Sipas informacioneve që i kemi, familja do të takohet nesër me institucionet e drejtësisë atje. Ne inkurajuam që çfarëdo informacioni që kanë në raport me këtë ta ndajnë me prokurorinë. Urojmë që ky rast të trajtohet me profesionalizëm dhe me përgjegjësi, që të mos ketë ndikime, sepse natyrisht dyshimet janë që mund të ketë ndikime në këtë rast, por thrasim për drejtësi dhe që rastet e tilla të mos ndodhin në të ardhmen. Qëllimi i kësaj vizite, përveç për të ngushëlluar familjen, ishte edhe shprehja e përkushtimit institucional për të vënë drejtësi për ndarjen tragjike nga jeta të Daorsa Spahia, studente nga Gjakova, e cila po studionte në Tetov, ku edhe humbi jetën.